Raporti OSBE-Odirit për zgjedhjet parlamentare të 11 majit po lexohet ndryshe nga dy kampet kryesore politike në Shqipëri. Në Komisionin e Ligjeve, demokratët theksuan rëndësinë e përfshirjes së gjetjeve të raportit në rezultatet parlamentare nga institucionet e pavarura. Deputeti OER Bylyk Bashi u shpreh se të gjitha institucionet që diskutohen sot janë të përmendura në raport dhe kjo do duhet të reflektohet edhe në vendimet e kuvendit. Ka një fill që i bashkon të gjitha këto rezultate sot dhe ja vlen të bëhet diskutimi vetëm. Dhe ajo që i lidh bashkë është raporti i OSBE-Odirit që ka dalë dje. Roli i prokurorisë në zgjedhje. Sigurisht që vetë fakti që problemi është real, ju ka bërë që pavarësisht se kjo është një rezolutë për 2024, keni përfshirë 2025-ën, me drejt. Dhe jo sepse ndodhi në 2025-ën thjesht, sepse është përkeqësim në vazhdim, në ngritje i problemit. E njëjta gjë për SPAK-un. E njëjta gjë në lidhje me KLP-n. Pra ç'bën kjo, ndërkohë që pranohet që deri më sot ka qenë e bllokuar, nuk ka funksionuar. Nga ana tjetër, socialistët përfaqësuar nga deputeti Elezi e cilësojnë raportin ndryshe, sipas tij dokumenti përmend vetëm SPAK-un, duke e vlerësuar ngritjen e një platforme online për denoncime si një hap pozitiv. Raporti përfundimtar i OSBE-Odirit i publikuar një ditë më parë përmban gjithashtu 25 detyra specifike për Komisionin e Posaçëm të Reformës Zgjedhore, duke i vendosur kuvendit sfidën e implementimit të rekomandimeve ndërkombëtare dhe forcimin e besimit të qytetarëve tek procesi zgjedhor. Në raportin e OSBE-Odirit që kam parë, përmendet vetëm SPAK-u. Asnjë institucion tjetër nga ato që ju cituat. Dhe për SPAK-un thuhet që është ngritur një platformë online ku mund të bëhen denoncime dhe e vlerëson si hap pozitiv. Prokuroria e përgjithshme nuk përmend në asnjë faqe. KLP-ja që unë besoj s'ka lidhje fare, nuk e lidh as institucionalisht as tangencialisht, nuk e lidh me çështjen e zgjedhjeve.